Data 7 korrik. Jozueu, kapitulli 9. Me të mësuar këto gjëra, tërë mbretërit që ndodheshin përtej Jordanit në krahinën malore, në fusha dhe gjatë bregut të detit të madh në drejtim të Libanit, Hiteu, Amoreu, Kananeu, Perezeu, Hiveu dhe Jebuseu, u mblodhen bashkë në beslidhje midis tyre për të luftuar kundër Jozueut dhe Izraelit. Por kur banorët e Gabaonit mësuan ata që Jozueu kishte bërë në Jeriko dhe në Ai, vepruan me dinakëri dhe u nisën gjoja si ambasador. Ata ngarkuan mbi gomaret e tyre thas të vjetër të konsumuar dhe kacek të vjetër të shqyer dhe të arënuar për të transportuar verën, dhe mbathën sandale të vjetra dhe të grisura dhe veshën trupin me rroba të përdorura, dhe e gjithë buka e tyre ishte e fortë dhe e thërmuar. U paraqitën kështu para Jozueut në kampin e Gilgalit dhe i thanë atij dhe tërë njerëzve të Izraelit: "Ne kemi ardhur nga një vend i largët, prandaj bëni aleancë me ne." Por njerëzit e Izraelit ju përgjigjen kështu Hivejve: "Ndoshta banoni në mes nesh, si mund të lidhim aleancë me ju?" Ata i thanë Jozueut: "Ne jemi shërbëtorë të tu." Jozueu tha atyre: "Kush jeni dhe nga vini?" Atëherë ata u përgjigjen: "Shërbëtorët e tu kanë ardhur nga një vend shumë i largët për shkak të emrit të Zotit Perëndisë tënd, sepse kemi dëgjuar të flitet për të dhe për të gjitha ato që ka bërë në Egjipt, ashtu edhe për të gjitha ato që u ka bërë dy mbretërve të Amorejve të matan Jordanit, Sihonit, mbretit të Heshbonit, dhe Ogut, mbretit të Bashanit, që banonte në Ashtaroth. Prandaj pleqtë tanë dhe të gjithë banorët e vendit tonë na thanë: Merrni në zullime me vete për udhëtimin, u dilni përpara dhe u thoni: Ne jemi shërbëtorët tuaj, bëni për aleancë me ne. Kjo është buka jonë që morëm të ngrohtë me vete si rezervë nga shtëpitë tona ditën që u nisëm për të ardhur tek ju, dhe tani është bërë e fortë dhe e thërmuar. Dhe këta janë caliket e verës që ishin të rinj kur i mbushëm, dhe ja, ku janë prishur. Dhe ja rrobat dhe sandalet tona që janë ngrënë për shkak të udhëtimit shumë të gjatë." Atëherë njerëzit e Izraelit morën disa nga nozullimet e tyre, por pa u konsultuar me Zotin. Kështu Jozueu lidhi paqe me ta dhe nënshkroi një beslidhje në bazë të së cilës ata mbeteshin të gjallë, dhe krerët e asamblesë u detyruan të betohen për këto gjëra. Por 3 ditë pas nënshkrimit të beslidhjes, mësuan se ata ishin fqinjtë e tyre dhe banonin në mes tyre. Atëherë bitë e Izraelit u nisën dhe ditën e tretë arritën në qytetet e tyre. Qytetet e tyre ishin Gabaoni, Kefirahu, Berothi dhe Kirjath Jearimi. Por bitë e Izraelit nuk i vranë, sepse krerët e asamblesë u ishin betuar atyre në emër të Zotit Perëndisë së Izraelit. Mirë po tërë asambleja murmuriti kundër krerëve. Atëherë krerët i thanë tërë asamblesë: Ne u jemi betuar atyre në emër të Zotit Perëndisë së Izraelit, prandaj nuk mundi ngasim. Këtë do t'ju bëjmë atyre, do t'i lëmë të gjallë që të mos tërheqim zemërimin e Zotit për shkak të betimit që u kemi bërë atyre. Krerët u thanë atyre: Le të jetojnë pra, por do të punojnë si druvar dhe do të mbartin ujë për gjithë asamblen, siç u kishin thënë krerët. Pastaj Jozueu i thirri dhe foli me ta duke thënë: Pse na gënyet duke thënë ne banojmë shumë larg nga ju kurse ju banoni në mes nesh? Prandaj tani jeni të mallkuar dhe do të jeni gjithnjë sklever, druvar o bartës të ujit për shtëpinë e Perëndisë tim. Atëherë ata ju përgjigjen Jozueu dhe thanë: Shërbëtorëve të tu që thënë qartë që Perëndia yt, Zoti, kishte urdhëruar shërbëtorin e tij Mojsiun t'ju jepte tërë vendin dhe të shfaroste para jush tërë banorët e tij. Prandaj ne na hyri një frikë e madhe për jetën tonë nga shkaku juaj dhe kemi vepruar në këtë mënyrë. Dhe ja, tani jemi në dorën tënde. Bëna ata që të duket e mirë dhe e drejtë. Jozueu i trajtoi pra në këtë mënyrë. I liroi nga duart e bijve të Izraelit me qëllim që këta të mos i vrisnin. Por po atë ditë i caktoi që të jenë druvar dhe bartës të ujit për asamblen dhe për altarin e Zotit, në vendin që ai do të zgjidhte deri në ditën e sotme. Psalmi 140. Më çliro o Zot nga njerëzit e këqij, më mbro nga njerëzit e furishëm, që thurin ligësi në zemër të tyre. Ata mblidhen vazhdimisht për të bërë luftë. Mprehin gjuhën e tyre si gjarpri dhe kanë helm gjarpri në buzët e tyre. Më mbro o Zot nga duart e të pabesit dhe më mbro nga njeriu i dhunës, që komplotojnë për të më rrëzuar. Kryelartët kanë fshehur për mua një lag dhelitar, më kanë ngritur një rrjet buzështegut, kanë vënë kurthe për mua. Unë i thash Zotit: Ti je Perëndia im. Dëgjoj Zot britmen e lutjeve të mia. O Zot, Perëndi, Ti je forca e shpëtimit tim, Ti e ke mbuluar kokën time ditën e betejës. O Zot, mos u jep të pabezëve ato që dëshirojnë, mos favorizo planet e tyre që të mos lavdërohen. Bëj që koka e atyre që mrethojnë të mbulohet nga çoroditja e vet buzëve të tyre. Rënqin mbi ta shymyr të ndezur, i hedhshin në zjarr, në gropa të thella, nga ku të mos mund të ngrihen. Njeriu gojkeq mos qoftë i qëndrueshëm mbi tokë, fatkeqësia përndjek njeriu në dhunës deri në shkatrim. Unë e di që Zoti do të mbrojë çështjen e të pikëlluarit
dhe do t'i siguroj drejtësi të varfrit. Sigurisht të drejtët do të kremtojnë emrin tënd dhe njerëzit e ndershëm do të banojnë në praninë tënde. Psalmi 141. O Zot, unë të këllthas ty, nxitot më përgjigjesh. Vëri veshin zërit tim kur të këllthas ty. Le të arri lutja ime para teje si temjani, ngritja e duarve të mia si flijimi i mbrëmjes. O Zot, vër një roje para gojës time. Mos lejo që zemra ime të priret nga ndonjë e keqe dhe kështu të kryej veprime të këqija bashkë me ata që bëjnë paullësi. Dhe bëj që unë të mos ha ushqimet e tyre të shishme. Le të më rrah madje i drejti, do të jetë një mirësjellje nga ana e tij. Le të më shërtoj ai, do të jetë si vaj mbi kokë. Koka ime nuk ka për ta refuzuar, por lutja ime vazhdon të jetë kundër veprimeve të tyre të këqija. Princat e tyre i hodhen nga skërkat dhe ata do t'i dëgjojnë fjalët e mia, sepse ato janë të këndshme. Ashtu si ai që lëron dhe çan tokën, kështu kockat tona janë të përhapura në hyrje të sheolit. Por sytë e mi janë drejtuar te ti o Zot. Zoti im, unë strehohem te ti, mos më lër të pambrojtur. Më ruaj nga lagu që më kanë përgatitur dhe nga kurthët e njerëzve që kryen paullësi, të pabesat të rënqin vetë në rrjetat e tyre, ndërsa unë do të kaloj tutje. Jeremia, kapitulli 3. Në rast se një burrë ndan gruan e tij dhe kjo ikën prej tij dhe bëhet grua e një burri tjetër, a do të kthehet valla ai tek ajo? A nuk do të ishte ai vend shumë i përdhosur? Ti je kurvëruar me shumë dashnor, por a do të dëshiroje të kthehesh tek unë, thot Zoti. Çoj sytë në drejtim të lartësive dhe shiko, ku nuk ke rënë në shtrat me ta. Ti je ulur pranë rrugëve për t'i pritur si një arab në shkret e tir dhe ke ndotur vendin me kurvërimet e tua dhe me ligësitë e tua. Prandaj shirat u përmbajten dhe shiu i fundit nuk ra, por ti ke patur një ballë prostituta dhe nuk ke pranuar të kesh turp. A nuk më ke thirrur bash tani, ati im, ti je miku i rinisë sime? A do të mbetet i zemëruar për gjithnjë? A do të ruaj zemërimin deri në fund? Ja, ti flet kështu, por ndërkohë ti po kryen të gjitha ligësitë që mundesh. Zoti më tha në kohën e mbretit Josia: e pe ata që Izraeli rebel ka bërë, ka shkuar mbi çdo mal të lartë dhe në çdo dru të gjelbër dhe aty është kurvëruar. Unë thoja, pasi ti ke bërë tërë këto gjëra do të kthehet tek unë, por nuk u kthye, dhe motra e vet e pabes Juda e pa. Dhe megjithse unë kisha ndarë Izraelin rebel për shkak të gjitha shkeljeve të tij dhe i kisha dhënë letrën e ndarjes, pash që motra e vet e pabes Juda nuk pati fare frikë, por shkoi edhe ajo të kurvërohet. Kështu me zhurmën e kurvërimeve të veta e ndoti vendin dhe shkeli kuroren me gurin dhe me drurin. Donse ndodhen tërë këto, motra e vet e pabes Juda nuk u kthye tek unë me gjithë zemrën e saj, por me shtirje, thot Zoti. Pastaj Zoti më tha: Izraeli rebel u tregua më i drejtë se e pabesa Jud. Shko dhe shpalli këto fjalë në drejtim të veriut duke thënë: kthehu o Izrael rebel, thot Zoti. Nuk do ta hedh zemërimin tim mbi ju sepse jam i mëshirshëm, thot Zoti. Unë nuk mbetem i zemëruar për gjithnjë. Vetëm prano paullsinë tënde, sepse je rebeluar kundër Zotit, Perëndisë tënd, ua ke shkapërdredhur hiret e tua të huajve poshtë çdo drurit të gjelbëruar dhe nuk ke dëgjuar zërin tim, thot Zoti. Kthehuni o bit përdal, thot Zoti, sepse unë kam pushtet mbi ju, do t'ju marr një në çdo qytet dhe dy nga çdo familje dhe do t'ju çoj përsëri në Sion. Do t'ju jap pastaj barin sipas zemrës sime, që do t'ju kullosin me dije dhe dituri. Dhe ka për të ndodhur që kur të shumoheni dhe do të jeni pjellor në vend në ato ditë, thot Zoti, nuk do të thuhet më arka e beslidhjes së Zotit. Nuk do t'ju shkojë më ndërmend, nuk do ta kujtojnë më, nuk do të shkojnë ta shikojnë më, nuk do të bëhet një tjetër. Atëherë Jeruzalemi do të jetë froni i Zotit, tërkohët do të mlidhen pranë tij në emër të Zotit në Jeruzalem dhe nuk do të ecin më sipas kryenaqësisë së zemrës së tyre të keqe. Në ato ditë shtëpia e Judës do të ecë me shtëpinë e Izraelit dhe së bashku do të vinë nga vendi i veriut në vendin që u dhash si trashëgimi etërve tuaj. Unë thoja, me çfarë dëshire do të vendosja midis bijve të mi dhe do të jepja një vend të mrekullueshëm, një trashëgimi të shkëlqyer midis gjithë kombeve. Thoja, ti do të më quash ati im dhe nuk do të largohesh më nga unë. Por ashtu si një grua nuk është besnike ndaj burrit të saj, kështu ju keni qenë jo besnik ndaj meje o shtëpia e Izraelit, thot Zoti. Një zë dëgohet në lartësitë, të qarë dhe lutjet e bijve të Izraelit, sepse kanë zvetnuar rrugën e tyre dhe kanë harruar Zotin, Perëndin e tyre. Kthehuni o bijt përdal, unë do të shëroj rebelimet tuaja. Janë e povim të ti sepse ti je Zoti Perëndia ynë.
Me siguri ndihma që pritet nga kodrat e nga numri i madh i maleve është e kotë. Me siguri shpëtimi i Izraelit qëndron te Zoti Perëndia ynë. Ajo gjë e neveritshme ka përpir frytin e mundit të etërve tan, qysh prej rinisë son, delet dhe qetë e tyre, bitë e tyre dhe bijat e tyre. Le të bijem në shtrat me turbin ton dhe të na mbuloj poshtërsia jon, sepse kemi mëkatuar kundër Zotit, Perëndisë ton, ne dhe etrit tan qysh prej rinisë sone deri në këtë ditë, dhe nuk kemi dëgjuar zërin e Zotit, Perëndisë son. Mateo, kapitulli 17. Dhe mbas 6 ditësh, Jezusi mori me vete Pietrin, Jakobin dhe Gjonin, vëllain e tij, dhe i çoi mbi një mal të lartë në vetmi. Dhe u shndërrua përpara tyre. Dhe fytyra e tij ndriste si dielli dhe rrobat e tij u bën të bardha si drita. Dhe ja, ju shfaqen atyre Mojsiu dhe Elia duke biseduar me të. Atëherë Pietri duke marrë fjalën i tha Jezusit: Zot, është mirë që jemi këtu. Po të duash, do të bëjmë këtu 3 çadra, një për ty dhe një për Mojsiun dhe një për Elian. Ndërsa ai fliste ende, ja një re plot dritë i mbuloi, dhe ja nga reja u dëgjua një zë që thoshte: Ky është biri im i dashur, në të cilin gjeta pëlqim. Dëgjojeni. Dhe dishepujt sapo e dëgjuan këtë, ranë me fytyrë për dhe i zuri një frikë e madhe. Dhe Jezus ju afrua, i preku dhe tha: Ngrihuni dhe mos kini frikë. Dhe ata kur i quan syt, nuk pa njëri përveç Jezusit vetëm. Dhe kur po zbrisnin nga mali, Jezusi i porositi ata duke thënë: Mos ja thoni askujt vegimin, derisa biri i njeriut të jetë ringjallur prej vdekurish. Atëherë dishepujt e tij e pyetën duke thënë: Pse pra skribët thonë se duhet të vijë më parë Elia? Dhe Jezusi u përgjigj dhe tha: Vërtet Elia duhet të vijë më parë dhe të rivendos gjithçka. Por unë ju them se Elia erdhi tashmë dhe ata nuk e njohën. Mandje bën me të si deshen. Kështu edhe biri të njeriut i duhet të vuaj prej tyre. Atëherë dishepujt e kuptuan se u kishte folur për gjën pakzorin. Dhe kur erdhën afër turmës, një burr ju afrua dhe duke u gjunjëzuar para tij tha: Zot, ki mëshirë për birin tim, sepse është epileptik dhe vuan shumë. Shpesh ai bie në zjarr dhe shpesh në ujë, dhe sollat e dishepujt e tu, por nuk mundën ta shërojnë. Dhe Jezusi duke u përgjigjur tha: O brez mos besues dhe i çoroditur, deri kur do të qëndroj midis jush? Deri kur do t'ju duroj? E sillni këtu tek unë. Dhe Jezusi e qortoi demonin dhe ky doli nga djali. Dhe që nga ai çast djali u shërua. Atëherë dishepujt ju afruan Jezusit me një anë dhe i thanë: Përse ne nuk ishim në gjendje ta dëbonim? Dhe Jezusi u tha atyre: Prej mosbesimit tuaj, sepse në të vërtetë po ju them, se po të keni besim sa një kokër si napi, do t'i thoni këtij mali zhvendosu nga këtu atje, dhe ai do të zhvendoset, dhe asgjë nuk do të jetë e pamundshme për ju. Por ky lloj demoni nuk del vetëse nëpërmjet lutjes dhe agjerimit. Por ndërsa ata qëndronin në Galile, Jezusi u tha atyre: Biri i njeriu do të dorëzohet në duart e njerëzve dhe do ta vrasin, dhe ditën e tretë do të ringjallet. Dhe ata u pikëlluan shumë. Por kur erdhën në Kapernaum, vjelësit e 10 drahmave ju afruan Pietrit dhe i thanë: Mësuesi juaj a nuk e paguan 10 drahmën e tempullit? Ai tha: Po. Dhe kur hyri në shtëpi, Jezusi i doli përpara duke thënë: Ç'mendon ti Simon? Prej kujt i marrin doganën ose taksat mbretërit e dheut? Prej bijve të vet apo prej të huajve? Pietri i tha: Prej të huajve. Jezusi i tha: Bijt pra janë të lirë, por për të mos i skandalizuar ata, shkon det, hidhe grepin dhe merr peshkun e parë që do të vi lart, hapja gojen dhe do të gjesh një stater, merre dhe jepu atyre për ty dhe për mua.